Shikues të nderuar të Fax News, ju përshëndes. Në këtë episod të radhës të Pulse Pop do dalim të pyesim qytetarët se çfarë presim pas 11 majit, zgjedhjeve parlamentare të këtij viti. A kërkojnë qytetarët një ndryshim rrënjësor të qeverisjes aktuale të vendit tonë, apo presin sërish të njëjtën histori? Për këtë le të marrim mendimin e tyre. Çfarë prisni pas 11 majit? 12 maj. Vetëm kaq. Po, qa do presim? S'ka asnjë, se të ardhme. Mendon që do ketë ndryshim pas këtyre zgjedhjeve në politikën shqiptare apo në qeverisje? Unë s'mendoj asgjë më të motër, po... Pse kaq pa shpresë? është si punë e familjes. Në familjen tënde, jeton në familje me fëmijë me çake, dhe vinë gjitoni të detyron të bësh atë që do gjitoni jo familja. Po ne nga kush detyrohemi që do të? Ne? Për X parti? Për gjitha partitë një janë. Ne nuk varemi në partitë tu, ne varemi në bota jashtë. Qa bën në thot Amerika, bën në partitë tu. Dhe kjo është gjë e keqe sipas mendimit? Shumë e keqe. Çdo njeri me këmbë të veta. Edhe vendi duhet të jetë Zoti ta përballoj vetë. Ndryshe të tallë tjetri. E në në tallin ata. Por vendi ka një popull. Populli i dashir varet të si e tërheqin dhe komandojnë ata. Bëjnë çaj do qefi ata. Kështu ka mënyra plot që të dyja këto, sidomos të dyja partitë, si e majta dhe gjata, s'ka aty po hajde, ti zëmë se ka një emër, janë të njëjta, bëjnë të njëjta veprime, të njëjta gjëra. Po partitë e reja? Nuk kam bes. S'kam bes, është si punë e gjigandit me mizën. Të lë giganti që miza tipi, të zgjatit apo të bëhet giganti ose bëhet. S'ma mundje. Veprimin e Darsh Sulës, si e komentoni? Njësoj si ata, sërë si ka. Dash të vej atje, dash të iki, a i përsëri Darsh Sulës. Atë do të tregoj këta njerëz që bëjnë këto veprime, dash të mira, apo dash të këqija, të zëmë. Të zëmë të tregojnë basi dalin në pushteti apo në të shikojnë se si do jenë në të ardhme. Do të tregojnë të vërtetë që a ka qenë i vërtet ai i tillë. Deri tani ai është tërhequr në partia, ai që e komandon dhe atë parti. Sot e shan të zëmë ose bën e gjëra. Ke një thirrje për popullin shqiptar? Thirrja ime është vetë revolucion popullor. Revolucion i dëndër popullor. Nuk e di çfarë shkolle ke bërë ti. Po them që revolucionet të quhen si Emiliano Zapata. Revolucionet të mëdha që populli i ka përmbysur sistemet e tilla. Nuk është varur as Emiliano Zapata, as të varur në të tjerët, apo shumë të tjerë që në moment s'po më kujtohet. Populli kur ka marrë në dorë i ka fituar. Kështu që populli nuk duhet të ngelet e partitë, po duhet të ngelet e vetvetja e tyre me njëri tjetrin, të bëhen një, që nuk do realizohet asnjëherë që të bëhen një. Për mendimin tim është shumë e vështirë që të bëhen një. Po të bëhen një, këta nuk ka kuvend më. Faleminderit. Asgjë të mirë. Faleminderit. Çfarë prisni pas 11 majit, zgjedhjeve parlamentare? Presim ndryshim të madh, edhe të ketë pak investime më shumë, dhe kjo qeveri të marrë angazhime, të kthej rinin nga jashtë shtetit, të bëj dhe disa stimulime në bujqësi se i ka lënë pas dore dhe mblektori. Gjithashtu, një ankesë që ka mund të bëhet pak më mbështetëse ka shi bizneseve të vogla, sepse jemi në prag falimentimi. Dhe zyrat, dhe qeveria, dhe bashkia nuk angazhohet sa duhet në zgjidhjen e problemeve. Me dosje jemi dhe ngelemi gjithmonë zyrave të shtetit.
Jemi të zhgënjur nga kjo qeveri. Prisni ndryshim në Patjetër, qeveri? patjetër, në çdo aspekt. Do vije pas Partisë Socialiste? Do vi kush që ketë nevojë të punoj për këtë popull, se këta po na grabisin për së gjalli. Mendon që Ju Partia falenderoj. Demokratike do të vi fuqishëm? Nuk ka nevojshëm se po ju po i bëni pyetje drejt për drejt, sepse ne s'mund të angazhohemi drejt për drejt, po kjo qeveri e ka kaluar cakun. Faleminderit. Çfarë prisni pas zgjedhjeve të 11 majit në Kuvendin e Shqipërisë? Pse më bëne këtë pyetje? Je Kjo është- qytetari i Kjo Republikës është së Shqipërisë. kryesorja fare. Ke pati se i ka ardhur koha dashti që neve s'po na interesojnë më këtë. Politika? Jo. Po vendi. Po vendi patjetër. Po. Po do të thotë që politika është sikur e ka të Vendi kalu. ka një shtet apo jo? Po ka një shtet, po sikur e ka të kalu. Shteti. Njëri, dyti, treti, sikur e ka të Dhe kalu. ne Edhe nuk për kemi ne. një të drejtë vote për ta ndryshuar këtë. E kemi, shtet. jo se kemi, po ne kemi votu edhe sikur në ka shku si kot. E kemi kuptu sikur në ka shku kot. Si do vej halli i Shqipërisë? Po si do vej halli? Dhe Duhet shqiptarë. ke Allahu e boft mirë. Po ndenjëm kështu se dha i lart thot. Si thot e i lartë? Po nuk Puno që pate- të kesh. Po. Shif që të bëhet diçka. Po jo që s'po na pyesin. Prenaj hikën ajo gjithë ajo vëmendja, ajo siguria ke ky shtet. Ja që s'po na pyesin. Mos nuk kemi provuar të gjitha metodat e duhura për të ndryshuar. Tash kohë ka, po çfarë po presim ne se kohë ka ndryshime apo gjithsesi shpresat janë të mëdha. Shpresa mund të ketë, mund dalim plot. Po sikur në kanë ftohtë fare, neve si Këto popull. partitë e reja. Si gjykon? Si me syrin e qytetarit? Unë nuk desha më fut më shumë, thellë më. Po neve na udhëheq dikush tjetër edhe nuk desha me fol më gjatë se nuk më përket. Pa cili thash nuk desha më fut më, po sikur na udhëheq dikush tjetër Po edhe thua për që nuk është brenda Shqipërisë ai që na udhëheq apo është? Patjetër që po. Patjetër që po. Edhe nuk është brenda Shqipërisë. Ne jemi kështu, çfarë po na thon? Neve po bëjmë ne. Çfarë ju thon atyre po bëjnë ato. Mendon që Partia Demokratike mund të siguroj disa vota apo mund të siguroj edhe vetë mandatin? Se jo. Po tash edhe Keni mund. shpresa? Edhe shpresa ka. Shpresa ka që mund të sigurojnë edhe ato. Po edhe këto tjerët kanë shpresat e veta. Edhe kështu që Ke një thirrje për politikanët? po politikanët, thirrje për politikanët. Unë i bëj thirrje që ato në radhë të parë të shohin më shumë popullin se sa veten e tyre. Se veten e tyre e kanë pa ka kaq kohë. Të shohin i çik, të hullin i çik syt ke populli. Ku janë popullit, nuk shifet se çfarë është këtu, çfarë po shohim ne këtu në qendër. Po duke pa edhe ku janë fshatrat, edhe ku janë zonat gjithë që shkon nëpër fshatra, janë bërë rrugët e gropa dikush. Pranaj ne jemi, unë jam në fshat. Pra jemi të ftofur nga kjo gjendje politike. Sepse dikush në fshatrat e Vaçarit, ja ku është Vaçari, ja ku është afër, po jemi disa fshatra. Po Vaçari tash, Vaçari qendra nuk themi, po jemi një fshat që i pak më larg. Po Çfarë mungon? ke frikë nëse do të marrësh një makinë për kushtet në familje, se gjithë kushtet ashtu e ka marrë një makinë. Po ke frikë ta marrësh fëmijët, po na largohen. Na janë largu, edhe thot nuk them, unë kam çonin jashtë shtetit. Në çfarë? Në Itali, nga fundi, nga jugu. E thot, për çfarë do vi unë atje? Unë kam frikë, thot, fus një makinë, fshat atje, thot, se do më prishet fare. Rruga. Po, rruga. E para që është rruga. Mase na duke dalë, ne kemi pas probleme drita që i kanë rregulluar diçka, po kryesori është rruga, ka varfërie. Para punë është bujqësia, është fare në harres, fare. Bujqësia. Në bujqësi ne do punojmë. Ku i kemi ujtin? Ku i kemi kanalet? Që nuk vendor, domethënë çfarë? Ne do t'i pastrojmë ata kanale, se po dalim tash nga këtu lidhet, Tu lidhet. Kjo punë është që politika këtë do t'i shohë çik, qeveria këtë do t'i shohë çik, edhe fshatrat. Jo vetëm zonat ku janë zonat më afër, që shohim ne me sy, që po të futesh nëpër fshatra me fjalë shef. Syu, edhe thu me të vërtetë që ku qegen këtu. Atëherë unë shoh në fshatin tim. Do punoj.
Në bujqësi, se atë kam. Blegtari bujqësi. Ku e kam ujtin? Do më janë misër, do më janë damatën, do më janë spetin, ku e kam ujtin? Pra çdo gjë mungon. Mungon. Infrastruktura. Për popullin shqiptar që të bëjë zgjedhjen e duhur në këtë zgjedhje parlamentare. Populli shqiptar thjesht të bëj thirrje politikanëve që mos po këtu do të dalë prapë. Thirrje e popullit shqiptar të bëj thirrje politikanëve qeverisë. Kush është kjo, do jetë tjetër, po rreth e parë t'i bëj thirrje që të shofi popullin e ku është varfëria më tepër. Infrastruktura që të bëhet në zonat kudo, qoftë në zonat në fshatrat apo kudo që të jetë. Ne ndoshta mund gjejmë edhe në për qytete në ndaj rrugë që apo ku mund të ketë mangësi. Po sidomos në për fshatrat ka disa mangësi më shumë. Do të shkojmë në qendër komunie. Ka, po ku janë tjerat? Faleminderit. E kalofshit mirë. Shëndet. Çfarë prisni pas 11 majit? Çfarë presim? Ato që kemi prit këtu e 34 vjet. Po e morën këta zullumqarët e Edi Rama me Sali Berishën, mirë ne. Qa të presim? Kush do vinë? Kush të vi? Forcat e reja, Arlind Qjorit vi. Lëvizja bashkë, kemi shumë besim. Mendon se do Sepse bëjnë nëse arrin të marrë një mandat? Shiko, nëse arrin të marrë një mandat, po të ketë mend populli, nuk duhet të marrë një mandat, duhet të japin të gjithë votën. Sepse ka që në vitin 2011 që unë e njoh, atje ku bën protestat, atje ku janë minatorët në Bulqiz, kur shefi këj Premçi bëri shtetërrethimin e Bulqizës, që i mbyti minatorët, në Bulqiz shef këj Premçi dhe tani na vë kandidaturën për deputet, për të vajtur shtresave në nevoj. Ja këtë presim mbas datës 11 maj në qoftë se fitojnë zullumqarët e politikës 35 vjeçare. Ju keni shpresë tek partia e Arlind Qjorit. Vetëm të Arlind Qjorit, të gjithë janë Soros edhe Këmkriq. Çfarë doni të bëjë kjo parti? Ne duam të bëjë ajo parti, të shikoj shtresat në nevoj, të japi statusin e minatorëve që e kanë premtuar këta zullumqarët disa herë dhe se kanë dhënë asnjëherë dhe këta duam ne. Ne duam mirëqenien e popullit. Nuk duam hajdutllëqet për këto kullat, ja. Ai që është atje në burg, kur kandidoi, tha që po të bëhem unë kryetar bashkie, s'do ketë kull, tha te Sahati. A janë kullat që na mbytin ne? Po Partia Demokratike, mendon që Partia Demokratike është partia është më e ndyrë nga partitë e tjera. Se dhe Partia Demokratike ne, minatorët i dham pushtetin, të persekutuarit i dham pushtetin dhe na shkeli me këmbë. Ke një thirrje për popullin shqiptar? Për popullin shqiptar kam një thirrje, i thom popullit shqiptar, ktheuni, votoni partinë e re, votoni Arlind Qjorin, që ecën me këmbë, që veten në universitet me këmbë. Dhe që të bëhen vukuf, ata që njohin, të pjesin nxënësit e Arlind Qjorit, kush është Arlind Qjori. Dhe shqiptari ka një gjë që ju vë të gjithëve bisht. Ta heqin mlefin, ta heqin bishtin, ta heqin simpatinë e partive. Çfarë prisni pas datës 11 maj? Që presim asnjë gjë. Në ndryshim Jo, në jo. parlamentit? Nuk e di. Nuk e di, më vjen keq. Doni të ndryshoni këtë qeverisje Patjetër. aktuale apo Patjetër. politikën në tërësi? Komplet, nga 90-a e këtej të zhduken. Po kush do vinë nëse do ikin? Nuk e di. Ata që vendosin gjithmonë duhet ta zgjidhin. Këto partitë e reja, si i konsideroni? Jo, bishta. Bishta. Pra nuk është se ka një Jo. Njerëz pa vlerë për mua. Po si përfundim çfarë do bëhet me Si përfundim nuk e di. Gjithmonë për Shqipërinë kanë vendosur fuqitë e mëdha. Populli të tipit dihet se kush janë. Pra nuk Populli është kot. Pas 11 majit, çfarë prisni? Një fitore plebiscitare të demokracisë në Shqipëri, që jemi rikthyer në diktaturë. Pra ju shpresoni të Partia Demokratike? Unë nuk shpresoj, kam bindjen e plot. Që populli shqiptar këtë radhë do t'i thërasë mendjes, nuk do shes votat. Se ata s'kan fituar asnjëherë. Partia Socialiste? Asnjëherë, vetëm Si kam kanë marrë votat? kam vjedhur votat. Si kanë? Me banda. I ke parë bandat e Shkodrës, i ke parë bandat e Elbasanit, i ke parë bandat e Fierit, i ke parë bandat... Turp të keni, moj, turp! Populli ka detyruar bandat, i vend në shtëpi, i thonë do të vrasën fëmijë, do të vrasën vajzat. Mori dhe ju, si keni parë ju këto. Ku jetoni ju, në Hënë, në Mars, ku? Në që planet jetoni? Në që planet jetoni juve, moj? Thojnë planetin, moj, ta di.
Unë jetoj në planetin tokë. E solli Zoti Trumpin, se ata e dhran. Qa fleti? Ata e shpëtoj Zoti që lëvizi kokën. Ku jeni ju? Ku jeni ju? Do kthehet bota te familja. Jo te degenerimi, mos njosh bab, mos kesh nën, mos kesh motër, mos kesh vëlla. Ti të thuash tani me mua je vajzë, mas ditë të thuash jam djalë. Si pranoni Ke një thirrje për shqiptarët? shqiptarët? Të bujën thirrje shqiptarëve. Shqiptarët më kanë bërë thirrje të gjithë mua. E më thonë që bas në datën 12 Shqipëria ngrihet ndryshe, Shqipëria e Trumpit dhe Sali Berishës.